Kancelari gjerman Friedrich Merz shprehu shpresën se përfundimi i luftës në Gaza do të ndihmojë gjithashtu në uljen e tensioneve politike brenda Gjermanisë, të cilat janë shtuar për shkak të rritjes së incidenteve antisemitike që nga fillimi i konfliktit 2 vite më parë. Ai shtoi se shpreson veçanërisht që qytetarët e Brent të ndihen sërish të sigurt dhe këto incidente të patolerueshme antisemitike të mbeten pjesë së kaluarës, ose të paktën të bëhen shumë të rralla. Merz theksoi, gjithashtu nuk do të ketë më arsye për të demonstruar në mbështetjen e palestinezëve në Gjermani, sapo të vendoset paqja në Gaza. Lufta në Gaza është shkaktuar nga sulmi i udhëhequr nga Hamasi drejt Izraelit më 7 tetor 2023. Ka themeluar ndarjet dhe brenda Gjermanisë. Disa nga protestat janë kthyer në përleshje. Numri i incidenteve antisemitike është rritur ndjeshëm, ndërsa janë zhvilluar protesta të shumta kundër veprimeve ushtarake të Izraelit dhe mbështetjes së qeverisë gjermane për Izraelin. Disa nga protestat janë kthyer në përleshje të ndhunshme dhe autoritetet kanë nisur hera herës hetimin ndaj pjesëmarrësve për përdorimin e sloganeve të ndaluara. Pas një përparimi në bisedën e paqes, Izraeli dhe grupi militant palestinez kanë rënë dakord për fazën e parë të një plani paqeje të propozuar nga presidenti amerikan.